dini ju, dashur qytetar, që presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore, pra ditën bën presidentin e Republikës, mbas dite paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhi Badem, siç deklaron vetë të ardhurat çdo vit. Ky është niveli i presidentit të Republikës së Shqipërisë. Dashur qytetar, dhe kjo është arsyeja pse ne ndjem një keqardhje të madhe që një individ që nuk përmbush asnjë standard etik, integriteti, profesionalizmi sot është kreu i shtetit. Dhe ndjehemi të keqardhur që jemi të detyruar të paraqesim të kërkesë për shkarkim. Tani s'dim si ta quajmë, presidentin paradite, mjeku mbas dite, nuk ishte ndodhur kjo me asnjë president më parë, e kam pasur pagën 2 herë më të ulët sa presidenti aktual, po asnjë president, imagjinoni për shembull Bamir Topin, që paraditet ushtronte funksionin e presidentit, pas ditet bënte profesionin që kishte. Apo zotin Mojsiu, apo presidente tjerë që ka patur Shqipëria. Ky është paradite president, mbas dite shkon për 200 euro si konsulent, presidenti i Republikës, si konsulent në një rrjet të klinikave private spitalore të rrjetit Axhi Badem. Ky është presidenti që ka emëruar, i ka imponuar Republikës Shqipërisë, Edi Rama.